Do të kemi të qartë një gjë. Zhej, formati i një politikani të pjekur me formatin e një politikani akademik shive tani. Dakor se pedagoga dhe ky është shumë më komunikativ me elektoratën e vetë sa jo format, sa i format, se ata i kisha gjithë probleme kisha, po nuk duhet ndryshe formatin zot, është shumë i mirë, po mos bën kurrë të ndërmjet. Thuaj çka kishe për të thënë. Formati i komunikimit. Tani po them një fjalë, unë kam dalë partinë time. Ti ja merr me të but minutë. Shive kush jam unë. Atë ja merr me të but. Nuk funksionon me të but, do flas. Unë basim komunikimin. Është njëri që ka negociuar 3 muaj për të bashkuar partitë e reja. Dhe unë për të i ka mequr kapelen. Një, për sensin e tij politik. Endri është djali që ka çuar një nga njerëzit më të pasur Shqipërisë pak, mos harro kurrë. Dhe kjo do të sa gjëra kuadrate, nuk është çështje. Vetë ka çuar pak tani më flisim për atë të parën jemi në rregull. Po ke çuar ti Lul Basha, kemi thënë bravo apo jo? Po ja jam politik, pra jam si puna jote që flas tonë. Se nuk do të thotë që ti je politik, do të kam thënë pak. Atë lutem. Të po them. Beni ta mbaroj. Pra që të kesh një cilësi, nuk do të thotë që ti je politik. Po pëlqen shumë debati, po jo të flisit, debati. Do të kemi të qartë një gjë. Po them edhe një herë, Partia Socialiste nuk është imune ndaj rebelimit të antarësisë dhe elektoratit saj. Kur ka humbur Amizalia me 28% në vitin 92, Rama do humbi vota si Çeço në 11 maj. Sa ajo ishte diktaturë, kishin sigurimin e shtetit, kishin një aparat të madh dhe ishte ideologjizuar. Jo, po them këtë pra, se Beni mendon që Rama kemi jetuar të dy situata tani mos Beni mendon që Rama është Iron Man. Rama është Iron Man për kauçuku. Kush e zuri? Lodër. Se thash do më burr. Po ta them unë Po nuk thash fare. Po mund të interpretoj gabim. Kullur, nuk Rama nuk është i patyshëm Beni. Nuk është një situatë në Ramizin. Në 90-ën, me situatën e sotme. Të lutem shumë. Njeriu me mbështetje më të madhe ndërkombëtare. Po mirë, ne të marrë, unë të lash tani. Okej. Qëse jeti fushat, unë analist, të ndrojmë rolet, s'ka problem. Atere, njeriu me mbështetje më të madhe ndërkombëtare. Një plan portret për kullurin, të lutem, se s'fushat. Njeriu me mbështetjen më të madhe ndërkombëtare. Njeriu me mbështetjen popullore më të madhe në 34 vite ka qenë Sali Berisha, në vitin 92. Është katandisur sot që nuk di ku ka kokën. Rama s'kam shtetin ndërkombëtar. Ishte Sali umër të ne ishte kauza arburi dhe ose. Lexo raportet e Parlamentit shtetit i dashur. Nuk ishte Sali ishte kauza. Kulluri ishte kauza më. Po jo më nuk ka të bëj më. Çkur më thuaj ishte njeriu. Njeriu më për kauza. Ishte kauza, jo Sali umër. Po tash Beni nëse e kandidat të deputet thuhet bëjmë debat. Mirë tani se thuash më Sali ishte më i kotuari. Ishte kauza. Ka marrë 8% në të dyshëm apo tori apo jo. Po se ka marrun si deputet i ka marrë. Sa 8% mora unë. Me që i more ti... Nuk do të thot që... Po lejnë i që Berisha sa semi të këtyre, po mos i me që ja për vete me. Sa që gjë më bëri dhe